Ullës, cilat janë simptomat, fazën, sa është të rëndësishme me zbulu sëmundje në fazë të hershme, që është bëhet trajtimi në ai hospital dhe çka duhet patjetër edhe fazat e tjera që me e përcjell, apo kujdesin që mundemi me pas edhe vetë ne. Ne do të diskutojmë gjitha këto me oftalmologun në studio Faruk Semiz, që tashmë e kemi këto. Mirëmëngjesi, mirë se na erdhët. Mirëmëngjes, herkese çok selam ve saygılar. Shëndetje dhe respekt. Bayramlarını herkesin kutluyorum. Sağlıklı, mutlu günler. Ju dëshironi ditë të mirë. Faleminderit, uroj që t'jetë ashtu. Doktor, na trego paraprakisht çu kaluat në kongrese, keni pasur disa prej tyre në të cilat keni marrë pjesë, çu shkuan? Evet, bu yıl gerçekten çok yoğun bir program. Hem Ky vit është me të vërtet shumë intensiv për ne, edhe me punime në spital, edhe me mbledhje ndërkombëtare. Morëm pjesë në kongresin Asia Pacifik në Indi, në New Delhi. Këtu i prezentuam punimet që i realizojmë tek spitali Eye Hospital në Prishtinë, gjithashtu njoftu me risit në degën e oftalmologjisë në nivel botror. Në fund këtij muaji kemi edhe një kongres në Amerikë, edhe atje kemi prezantim për punimet që i realizojmë në Eye Hospital, edhe në këtë rast ne prezantojmë edhe oftalmologjinë e Kosovës në Amerikë. İki tane ödül aldık. İki defa sahneye çıktığın zaman Në Kongresin Asia Pasifik patëm 2 prezentime biz de mutlu oluyoruz. edhe kaluam me një sukses të lartë. Oftalmoloji çok hızlı ilerliyor. Siz her ne kadar Karakteristika e kongresit është që morën vesh që oftalmologjia tu zhvillu me një intensitet jashtëzakonisht të lartë, do me thotë po përparon përgja shumë, elimizden geldiğince bunu edhe ne i prezentuam në atë mënyrë edhe Haziran ayı da yine aynı şekilde punimet që na i realizojmë në Eye Hospital. Na të regoni, po i shuajmë pra edhe pamjet nga mbrapa se për pjesëmarrje në këto kongrese me të cilat pra edhe vetë doktori Faruk Semiz kishte folur. Ne flasim tash për degenerimin e makulës, do të thotë çka është edhe cilat janë ato simptomat? Şimdi makule dejansı özellikle 50 yaşından sonra 60 Degenerimi ortaya çıkar. i makullës me rëndësi paraqitet mas moshës 50 ose 60 Hastaların vjeçare, do me thotë është pasojë derken veyahut da gazete kitabı moshës satırların pacientët cilat kanë probleme me degenerimin nuk kanë shiqim të mirë, do me thotë objektet, shkrimet ortadan baktığı zaman i shiqojnë shtrembët var ama kenarlarda daha rahat. Yandan baktığı zaman në daha rahat. pozitën qendrore. Bu tür Shiqimi është më dobët, vetëm është më mirë Onun için çok önemli. anësh. Çünkü hastalık daha ilerlemeden yani görme Masat në lidhje damarlar me smundjen degenerimi makullës duhet me i marrë sa ma herët, do me thotë nuk duhet me leju me u zhvillu işte anti-VEGF dediğimiz ma shumë degenerimi e makullës. hastalığı İlaçi de biliyorsunuz. kryesor që i jipet Mutlaka për tedavi parandalim oluyor. Artık eskisi gibi değil ama zhvillimit është hastalık janë injekcione anti-VEGF. teşhis ve tedavi daha başarılı. Shumë është me rëndësi me Hastalarda konstatu şu degenerimin e makullës në fazën e parë për me pas një seçemedikleri trajtim günlük aktivite me sukses. meydana Këto pacientat, sepse nuk janë të pa körlük falan olmuyor. mirë, Bunlardan görebiliyor. edhe aktivitetet e ditës nuk mujnë me i realizu Bu tür si zorluklar var. një tjetër. İlk belirti başladığında Kur paraqiten simptomat e para hastalığı degenerimit belli bir yere kadar i makullës, duhet me njerë me reagu për me parandalu 60 yaş civarında përkeqësimin sadece makule dejansı olmayan smundjes. glokom veyahut da işte Këto pacientat beraber me rëndësi bu tür şeyleri nuk kanë vetëm degenerim makullës, por kanë edhe probleme tjera teşhis ve me tedavisi çok makullën me edhe me Cilat janë metodat e trajtimit të kësaj smundje?
Ya makule dejansında önemli olan nokta şu. Ön tetikleri çok iyi yap. Degenerimi makulës, diagnostifikimi është me një rëndësi të madhe. Hastanın görmelerini çok iyi Duhet me i bo matjet për pamurin pacientit, hastanın kliniğine bağlı olarak da tedavi şeklini yapmanız lazım. Yani bunlar sipas gjendjes klinike duhet me nis edhe me trajtimin. real beklenti nereye gidebilir, neler yapılabilir? Ön tetiklerde onu verip ona Duhet me i bo do analiza për me tedavilerde de seçenekler caktu fazën e degenerimit edhe me njerë me preferu me çfarë trajtim të nisim. tedaviler uyguluyor. Gjithashtu përdorën edhe do Orta ve ileri derecede vitamina daha çok el për gibi trajtim degenerimin e makullës, matutje përdorën edhe do ilaçe Na specifike. tregoni cili është roli i trajtimeve anti-VEGF edhe çfarë roli kanë ato? Yes, bu hastalık erken dönemde başladığı zaman demin de bahsettiğim gibi daha çok hastalığın ilk dönemlerinde Do me thotë, vitamin në fillimi trajtimi bëhet me hastaya bak vitamine. işte tipi Pastaj, hatta yaş tipi kur ise konstatohet ona bağlı tipi olarak da seçeceğiniz e antibiyotik degenerimit, pastaj sadece tipën injekcionet në sy, cilat tercih edebilirsiniz. quhen Bunu da mutlaka hasta ve anti-VEGF. hastalarına çok iyi anlatmanız gerekiyor. Çünkü Normalisht për këto duhet shumë mirë me bisedu me pacientin, pa gjithashtu edhe me familjarët önemli pacientit. olan nokta ön Shkash me rëndësi këtu është zbulimi degenerimit, verirken de informimi pacientit me për çfarë diagnozë elde edecek. bëhet fjala edhe me informu pacientin për metodat, Görsel olarak procedurën desteklemiş e açıklayıcı trajtimit. bilgiler çok önemli. Me thotë të informatat jenë me rëndësi İlk önce të madhe. durması lazım. Sonra da gözün aktive Kjo smundja përparon nëse nuk trajtohet me kohë, përparon edhe kësha shumë do pësohet pamuri pacientit. kadar hastaya Do me thotë, neden, duhet shumë nasıl mirë me informu, detaljesht me informu Na pacientit. tregoni pak edhe dallimin, sepse po besoj ka disa lloje, kjo e lagësht dhe degenerimi i makulës. Çfarë dallimi kanë këto dyja? ya şimdi demin de bahsettiğim gibi Qysh tetikler çok önemli. Biseduam edhe Çok iyi ayarlamanız ma herët yaş tip duhet me i bë analizat me konstatu a është tipi të thatë ose tipi të lagshtë. anlamanız gerekiyor. Bu Edhe sipas tipit dejansının realizohet edhe yapmadığı, trajtimi. ortadan görmeyi Degenerimi i makullës nuk provokon verberi, do të thotë pacientat cilat kanë kenardan baktığı degenerim zaman makullës nuk e hupin kritikisht pamurin, vetëm në pozitën qendrore bağlı olarak nuk janë të i dallu mirë yapmanız gerekiyor. objektet edhe Bizim de yaptığımız şey shkrimet. genelde Do të thotë, daha sonra ne kur bëjmë analizat, kur e konstatojmë diagnozën edhe kur e konstatojmë antibiyotik fazën kullanacaksınız. Hangi kombine mi kullanacaksınız? smundjes, Çünkü artık son dönem propozojmë edhe metodën e trajtimit. A dhe të trajtojmë me vitamina, me anti-VEGF ose me qeliza burimore. başlayıp çünkü yıl içinde bazen 3, bazen 4 seans, bazen Kemi pacientat cilat merenda vitit kanë nevojë me bo 3, 6 ose ma shumë seanca me ilaçe kornat ka përgatitën tek ne në laborator për me parandalu zhvillimin e degenerit makullës. Do me thotë, takip ederek hem de gjithashtu, si pa göz tomografisi bo trajtimi edhe për cilët përqindja e pamurit a tu stabilizu ose atu përqindja. Flasim edhe për trajtimin me qeliza staminale dhe po ashtu me terapi genetike. Ya şimdi zaten oftalmoloji her geçen gün çok hızlı Oftalmologjia tu përparu me hapa të shpejta. toplantılarda da görüyoruz. Këto po e bisedojmë edhe në për kongrese mbledhjen ndërkombëtare. Dünyadaki yenilikler nedir? Me thotë, ekzistojnë kërë shumë rrisit në diagnozë oftalmologjisë me rëndësi për degenerimin e makullës. Trajtimi me qeliza burimore tu hangi hastalığa zhvillu është tedavi kërë yapacağız? shumë
Çok önemli. İşte bizim de yaptığımız Tu nokta o. pa tjetër Bazen duhet me konstatu me rëndësi kur është në pyetje tipi të degenerimis makullës me çfarë ilaçe do e trajtojmë. kök hücre A tedavisi. mjafton vetëm vitamina, a mjafton vetëm anti-VEGF, ose duhet me bë trajtim edhe me Tetkikleri yaptıktan qeliza sonra burimore. hem ayrı Kjo vlen edhe për tipin të laksht degenerimin yapmamız e lazım. makullës. Kök Normalisht na bisedojmë për këto temat me pacientin edhe informojmë në cilën fazë gjendet smundja edhe cilat janë metodat Orada da kaç seans e trajtimit. Trajtimi bëhet me seanca. Seancat i caktojmë në fillim e informojmë pacientin sa seansa ka me tam altına yerleştiriyoruz. dhe të nevojitën për me stabilizu, për me bloku zhvillimin e degenerimit të makullës edhe sado kudo me e përmirësu O bakımdan onu çok qelizat yapmanız e ve pamurit. hastayı Dhe thotë, kjo është një moment shumë me rëndësi të madh hassas ku insanlar. duhet me informu detaljisht pacientin për smundjen edhe për Gazete, kitap, metodën e trajtimit gjithashtu. I drejtojmë edhe me u informu edhe prej burimet tjera, shembull prej internetit për këtë smundje edhe për kesip atmamamız metodat e gerekiyor. trajtimit që ka Açık, realizon në şeffaf bir nivel şekilde anlattığınız zaman botëror. Dhe thotë, tu duhet me konë shumë transparent edhe shumë mirë me informu pacientin për teknikat dhe teknologjia që ka na i përdorim për degenerimin ve bu e o makullës. nasıl sürecek Gjithashtu, onu çok iyi bisedojmë edhe për pritjet, për rezultatet që ka i presim prej trajtimit. Na bëjmë trajtim me qeliza burimore në AI Hospital Prishtinë dhe kemi goxha shumë rezultate të mira. güzel bir şekilde tedavimizi güzel sonuçlar alıyoruz. A ka rëndësi edhe ushqimit që e konsumojmë tek parandalimi i kësaj sëmundje apo ngadalësimi? Yemek. Tabii yani bu tür hastalarda genelde Tek këto pacientët şeylerinde me diagnoz lazım. degenerim makullës duhet me pas kujdes edhe tek ushqimin. Me rëndësi pacientat që pinë duhan, cigare, duhet me u largu prej cigareve, prej tymit cigareve, sepse tymi cigareve dhe nikotini buradaki damarların ndikon bağlı ortaya e çıkıyor. pengon ushqimin e damareve të imta cilat e ushqejnë makullën. Çok fazla olması, damarı tıkanması arttı. Gjithashtu, duhet me pas kujdes edhe Daha çok tek ushqimi. mevsimlik sebze, meyve ağırlıklı. Ushqimi duhet me konë me rëndësi sezonale, Ekmekten daha uzak. me orientu me përdor ma shumë perime, me u largu për yndyrave. Özellikle güneşi tam karşıdan almamız Këto lazım. pacientat Güneş ışınları kur njerë nuk duhet me dal direkt hastalıkların në özellikle diell, sepse rrezat e diellit i shkatrojnë qelizat e makullës. aslında Gjithmonë duhet me mbajt sigara ve syzat alkol të zeza keserse artı beslenmezse edhe dikkat ederse mos me eksponu direkt rrezave diellit. tedavinizde başarılı olursa hatta ondan sonra me biraz daha pas një görmesine daha çok sukses, biliyorsunuz. Ama pa yine de tjetër duhet me i marrë krejt të kushtet në bunları yaparsanız çok parasy. sonuçlar alıyorsunuz. Asa ma herët të Ndërsa zbulohet cili është roli i trajtimit me laser dhe cilët rezultatet. persona munden me ju nënshru këtij trajtimi? Ya şimdi bu tür hastalıklarda tabii ki çok tedavi denenmiş durumda. Yani lazer tedavisinden tutun ondan sonra Te këto diagnozat kemi lloj trajtime. Për shkan trajtimet me vitamine, me ilaçe, me injekcione, kliniğini edhe me hangisi onu çok iyi yapmanız lazım. intervenime Yani eskiden laserike. damardan ilaç veriyorduk. Ondan sonra Ma herët ki trajtim ishte të realizu me një ilaç cilin Bakıradaki damarların genişlemesini i apshim sağlıyor. Beslenmesini prej sağlıyor. damarit. Teknolojide Po që tash teknologjia hücre tedavisinde ka daha çok përparu başarılı kogja oluyor. shumë edhe trajtimi me qeliza burimore tedaviye të japë hızlı cevap veren rezultate ma të mira edhe ma të ağırlıklı shpejta. olarak hastanın Ne kliniğinde me rëndësi si pas gjendjes, anti-VEGF artık pacient tedavisinin daha başarılı olduğunu bilimsel çalışmalarda edhe si pas bazës Cilat pajisje apo ato teknologji ndihmëse rekomandohen për pacientët që kanë humbur shikimin prej degenerimet makular?
Yani yüksek teknoloji biliyorsun teknoloji arttıkça kullandığı Do me şeyler thotë etkileyebiliyor. teknologjia Özellikle e lartë gjithashtu ndikon tek Bunlara dikkat etmesi lazım. Dışarı pamëri çıktıkları zaman pacientit. genelde, Këto pacientat Polaroid cam kullandıkları kur zaman dalin güneş jashtë ışığından duhet me përdor daha rahat etkileyebiliyor. syza Ama speciale të cilat i mbrojnë syt prej dritën edhe prej rrezat e diellit. günlük yaşantısını şey yapabilir. Daha rahat ettirebiliyor. Onun için bizim yaptığımız şey Metodat hangi shka evresindeyiz? na i përdorim Yiyeceğinden tut, me alacağı rëndësi besinlerinden në cilën fazë gjindet smundja, japim rëndësi gjithashtu edhe e informojmë për ushqimin çka duhet me përdor, ve bunu da hem për sözlü masa çka duhet me i marë për me yazarak veriyoruz ve düzenli parandalu zhvillimin e degenerimin makullës. Onun için Edhe teri sot kemi kogja shumë sukses në këtë dek tek erken evrede ve düzenli trajtimi tedavi yapıldığı degenerimit e makullës. Edhe gjithashtu, sa ma herët zbulohet edhe sa ma herët nis trajtimi edhe rezultatet janë kogja shumë ma të mirë. A luan rol këto dhe faktori gjenetik tek përhapja apo ashpërsimi i kësaj sëmundje? Tabii her hastalıkta olduğu gibi genetik faktörler var. Si Sonuçta të çdo damarlar smundje yani edhe të gözü degenerimit besleyen makullës, kılcal damarlar. faktori gjenetike Bu ka një beslenmesinin rol, bozulmasına bağlı olarak bir hastalık. sepse Bunlar da degenerim özellikle makullës është një İyi uyku smundje aldığımız zaman cili paraqitet që shi thash ma herët, mas një moshës, anne mas babada var. moshës 50-60 vjeçare, pa duhet me marë parasy Çocuklarını da a uyarmanız ka gerekiyor. ndaj person Aileyi tjetër bilgilendirme- mrenda familjes nona ose baba ka pas ileride degenerimin dikkat edilmesi makullës. gereken, bakın Kur janë këto raste në elinizde pyetje, babanızda ekziston sizde mundësia olmaması için şunları degenerimi yapmanız lazım. Beslenmenizi makullës me u paraqit edhe sigara tek ve fëmijët alkol ose kullanımını edhe ma kısıtlamanız tutje gerekiyor. tek një. Mutlaka söylemeniz lazım. Genetik faktörler Këto duhet me özellikle çok etkili oluyor. konstatu, Tabii ki me birden bisedu çıkıyor, me yavaş pacientin, yavaş me ilerlediği için bisedu me hastayı önceden familjaret. uyardığınız zaman en azından Ka është një smundje të cili zhvillohet ngadalë ngadalë. yaşantısında karşılaşabileceği bütün zorlukları önce Edhe për ato është mirë kur zbulon të me po A ka ndikon edhe në anën psiqike? Do thotë çfarë roli luan edhe për kraja psikologjike që mundet me ja jap këtij personi? istemez. Düşünün yani yıllarca kitap Pa tjetër, këto pacientat kanë nevoj për krarje psikologjike, sepse është një smundje cili vazhdon me vite. Shumica bilgisayarını kullanıp kanë pas një profesion, kanë punu pastaj, mas paraqitjes degenerimit, geri dönder. kanë pas nevoj me u largu prej punës. Për ato pa tjetër, këto pacientat kanë mundësi tani me bo një trajtim me teknologji të lartë Dikkat etmezsen për me stabilizu edhe me përmirësu gjendjen e hastayı makullës. Sıkıntılardan korumak. Çünkü etkileniyorlar. Son Normalisht günlerde që hastamızla smundja ndikon edhe nga ana psikologjike yapmış, kitap yazabiliyor. tek pacientave. Ben son dönemlerde artık satırları rahat göremiyorum. İşte Kemi kogja shumë pacienta të cilat kanë kohë që nuk mujnë me lexu, nuk her mujnë sabah kahvemi me içip shkrujt, rahat okuyordum. nuk mujnë me lexu gazet, nuk mujnë me i lexu tekstet në televizi edhe normalisht kanë probleme psikologjike. En Për azından ato, pa tjetër, kadar olmasa sa da günlük është yaşantılarını nevojtet sa ma shpejt me yaparak nis me këto trajtime, me rëndësime trajtimet me qeliza burimore dhe me e përmirësua dhe gjendjen psikologjike e pacientit. Doktor, faleminderit shumë për kohën edhe për gjitha informata dhe këshillat që keni ndoa për shikuesit e emisionit Mëngjesit. Kënaqësi. ben teşekkür ederim. Unë ju Artık faleminderoj, kredijansı olsun gerek diğer göz marë para sy ne çfarë yapılıyorsa Ay Hospital diagnozash në pyetje, Eye Hospital biz Prishtinë ka zgjidhje për shumicën e diagnozave, için herkese çok si për degenerimin güzel bir i program. makullës edhe për smundje tjera. Faleminderit gjithashtu. Faleminderoj. Ne tani do të vazhdojmë emisionin e Mëngjesit edhe me një material tjetër që ka të bëjë me rrudhat në fytyrë që nuk kanë të